Të gjithë i përshëndesim për pjesëmarrjen e tyre, sikurse i përshëndesim edhe mysafirët tjerë që janë sot prezent dhe bashkëpunëtorët të DSHM-s. I pozdravujemy i si të drugi ostanati koji ne veja spomnati i si të drugi predstavnici në albanska të diaspora. Para sa t'jap fjalën e themeluesit të DSHM-s, zotëri Tim Shkupi, shfrytëzoj rastin të përshëndes të gjithë anëtarët tjerë të DSHM-s, si dhe shoqatat e ndryshme shqiptare prej në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Evropës, Turqisë dhe Australisë, të cilët sot vëmendjen e kanë përqendruar në Shkup dhe kanë ngritur zërin të gjithë së bashku, domethënë bashkarisht për të mbrojtur shqiptarët e pambrojtur në Shkup, që janë viktime regjimit të sistemit unitarist dhe standardeve të dyfishta. Përshëndesim. Mogu dam zborat na predstavnikot na albanska të diaspora Tim Shkupi. Në fillim ju përshëndes zgjidhve. Thank you for all you by being here. The growing ethnic tensions in Macedonia between the ruling Macedonians and the discriminated ethnic Albanians triggered an armed conflict which ended with a peace deal signed by the government of Republic of Macedonia and ethnic Albanian representatives on August 13, 2001. The Ohrid Framework Agreement made the Albanian language an official language in many municipalities all over Macedonia, where Albanians make over 20%. This was the starting point to end the burden of discrimination against non-Macedonians and improve Albanian rights in Macedonia. According to 2002 official demographics in Macedonia, the country's ethnicities is declared as follows: Macedonians 64.2%, Albanians 25.2%, and others 10.6%. Maybe a coincidence, but the same publication were made in 1990s when Republic of Macedonia was part of Yugoslavia. The recent census, which had to be held in 2012, was cancelled by the ruling Macedonian party due to demand EU transparency and the ethnic Albanian request to foresee the entire process, which is believed to be falsified previously. Macedonia did change, but its political agenda have remained faithful to protect the ruling Macedonians, who no longer can be considered an absolute majority. Macedonians now need to accept the reality and share power with ethnic Albanians, who gradually are taking charge. There should be no need to panic on the changes, but unite the country towards common goals for both ethnicities. The country has had 5 different prime ministers, and all have been of Macedonian ethnicity. However, with all the other changes, this is about to change too. It's about time an ethnic Albanian becomes Prime Minister of Macedonia. In 2010, the current government announced a €500 million project to construct museums and erect monuments depicting Macedonian historical figures which are contested from both neighboring countries, Greece and Bulgaria. This is 4-year-old project is ending with many questions for the total cost of this luxury investment, which was not comparable with many basic life necessities in all Macedonia. Typical example would be the village of Ljubaten, near the capital city Skopje, where there is no drinking water, and the villagers have not been compensated under the Victims' Compensation Act funded by international community for the conflict of 2001 in former Yugoslav Republic of Macedonia. The citizens of the Republic of Macedonia live in extreme poverty, while the government of Nikola Gruevski feeds false patriotism and manipulates with funds collected internally from taxpayers and abroad from international organizations. No funds were inherited from Philip II of Macedonia for Skopje 2014. If there was funds inherited, then the project would take place in the region of Pela.
where the ancient city of Pella was located in central Macedonia, today Greece. The ethnic Albanians were always inhabitants of Skupi, Tetova, Uskana, Dibra, and other cities in present Macedonia. The northwestern territory of the Republic of Macedonia was never part of an ancient Macedonia. It's been 13 years of struggle to implement the Ohrid Framework Agreement, and yet very little progress has been made. There is a real fumes erupting, and history could repeat itself, jeopardizing not only the agreement or country's future, but also region stability. Just like in the past, injustice is becoming a law in former Yugoslav Republic of Macedonia. The ethnic Albanians showed the utmost tolerance for the Macedonian issues in regards to name disputes with Greece, language dispute with Bulgaria, and church dispute with Serbia. Now it's the other way around, to show respect towards ethnic Albanians who wish to build a united, stronger Macedonia, or take their portion and integrate it within EU and be part of NATO. Albanians in Macedonia have waited enough and now need to move forward. If the failed system in the Republic of Macedonia continues the anti-Albanian politics, then the Albanian diaspora of Macedonia will be forced to mobilize intellectuals and build up parallel institutions to represent their part in Macedonia. Thank you. Zotri Memedalia tani do e marr fjalën për pikat e planit të DSHM-s. Gospodin Memedali, mundar më nënsuar za predstavnik za albanske diaspore. Ne kemi desh sot që të marrim pjesë në këtë organizimin e diasporës shqiptare si shoqatë e cila vepron dhe punon në Belgjikë të Bashkimit Evropian, duke menduar se do të ishte mirë që shoqëria civile shqiptare dhe gjitha shoqatat ekzistente të cilat janë në Maqedoni të mundet të aktivizohen dhe të mund të zgjojnë vetdijen dhe zgjojnë politikën shqiptare, që një moment ose tjetër të kemi edhe ne të drejtat dhe të kemi gjitha ato të cilat duhet të janë të garantuara me konventat ndërkombëtare. Jo rastësisht, diaspora shqiptare për Maqedoni ka vendosur disa moto të cilat ju i shihni aty dhe janë moto të cilat ne duam që në çdo moment dhe në çdo vend të jenë të bindur ata të cilët i lexojnë dhe të dinë të mbrojnë. Për atë, diaspora shqiptare në Maqedonisë ka vendosur disa pika të cilat ne do të mundohemi të lexojmë në gjuhën shqipe, timi do t'i lexon në gjuhën maqedone dhe të jemi sa më transparent në dëshirat dhe në vullnetin tonë të shfaqur në këtë konferencë të cilën sot e kemi organizuar. Pikat e planit ku duhet të bashkohemi, themi si opozitar. Në një, e keqja e parë për shqiptarët nga sistemi unitar i shtetit dhe sistemi i tij zgjedhor, që nuk përmbush standardet demokratike. Nuk kemi një regjistrim të popullsisë që nga viti 2002, i cili nuk ndryshon asgjë nga i vitit 1990. Opredelovanje na planët koje treba da se objedinat Albancите kako opozicija. Prvo to zlo za Albancите dođe od unitarna država i unitarniот sistem i неговиот изборен систем koji neki исполнува демократските стандарди. Немаме попис од 2002 година кој не менува ништо од 1990 година. Duke parë këtë ne marrim qëndrimin dhe themi se sovraniteti i shqiptarëve në Maqedoni është i panegociueshëm për diasporën shqiptare në Maqedoni dhe rini, po ashtu gjitha shoqatat shqiptare të cilat veprojnë në diasporë. Nuk pranojmë më asnjë imponim politik kalkulues me standarde të dyfishta. Kjo praktike gjeritanishme duhet të ndalet një herë për gjithmonë, të zhbllokohet procesi integrues dhe patjetër shtetit të ndërrohet ende. Ние сме вземали став за суверенитетот на албанците во Македонија. Не треба да се преговара. Там и младиот албански форум не прифаќат било какво наметнување на
presmetuvanje во политиката или калкулирање со албанските интереси на двојни стандарди. Ова лоша практика требаше да се прекине до сега веднаш, да се деблокира процесот на интеграциите и на државата мора што побрзо да и се промени името. Qëndrimi i dytë. E keqja e dytë është vetë politika e regjimit të Gruevskit. Ky si kryeministri i shtetit në vend të ndërtimit të shtetit multietnik jeton me mani nacional shoveniste të tij për të qenë i madh po aq sa edhe Aleksandri i Madh, duke harxhuar parat për shtatorët e tij sa gjysma e buxhetit të dhënë për shqiptarët në një vit. Regjimi i Gruevskit asnjëherë nuk ka demonstruar vullnet të plot për këtë proces kaq madhor që i kalojnë kufit e shqiptarëve dhe maqedonasve. Në vend të rrugës së përbashkët të integrimit, prej kohësh përmes diferencimit financiar, ekonomik, social dhe etnik, ka krijuar me vullnetin e tij nacional shovenist mur që ndajnë Maqedoninë. Втор став. Второто зло за албанците е политиката на режимот на самиот Груевски. Премиерот на државата нема стоградење на мултиетничка држава. Живе со манијата на национал-шовинистички идеи, за да биде голем колку што е Александар Велики. Додека се трошат пари на неговите споменици, кои се половина од буџетот, доделена на албанците за една година. Режимот на Груевски никогаш не покажа подготвеност да се заврши овој процес толку голем што ги поминува албанската и македонската граница. Наместо на заеднички пат да најдат решение за интеграциите, тие долго време владаат со национализам, кој не доведува на поделби, на неравни разлики, пример на финансиски, економски, социјални и етнички, создадени од овие ресори, неговите национално-шовинистички зидови ја делат Македонија. Qëndrimi i tretë. E keqja e tretë e shqiptarëve është përfaqësimi i dobët i tyre në institucione shtetërore. Kurse pjesëmarrja e kreut të BDI-s pa kushte në qeveri ka zaptuar vullnetin politik të shqiptarëve, pavarësisht prej bindjeve partijake, qoftë BDI ose PDSH, i ka shndruar shqiptarët në përgjithësi si shërbëtor të interesave të regjimit nacional shovinist të Gruevskit. Kjo politikë e keqe e përfaqësimit duhet të denoncohet me informata të sakta nga tereni para shqiptarëve në Kosovë, Shqipëri dhe para faktorit NATO dhe BE, prej vetë qytetarëve dhe rinisë shqiptarëve në Maqedoni. Tani është koha e fundit, kreu i BDI-s të ju kërkoj falje shqiptarëve dhe të tregon para votuesve të vetë dhe të tjerëve se marrëveshja e Ohridit dhe procesi integrimeve janë vetëm përralla për mbjetesë të ministrave, zëvendëministrave të BDI-s në koltuket e Turpit. Трет став. Третото зло за албанците и нивната лоша застапеност во државните институции, како и учеството на припадниците на ДУИ безусловно во власта, кој го окупира политичката волја на албанците, без оглед на партиската припадност, без разлика дали се ДУИ или ДПА, ги има трансформирано албанците како службеници и слуги, нивни кои служат за нивните национални игри и интереси, кои му служат на шовинистичкиот режим на Груевски со албански гласови. Ова лоша политика на застапеност треба да се осуди со точни информации од областа на албанците во Косово, Албанија и пред НАТО и Европската Унија, и од страна на нејзините граѓани и младите албанци кои што живеат во Македонија. Последното време е сега припадниците на ДУИ да му се извинат на албанскиот народ и да раскажуваат пред неговиот електорат дека Охридскиот рамковен договор и процесот на интеграциите се само приказни и добивање на време за обстанок во нивните функции, кои што бесправно се пазаруваат и водат деструктивна политика наместо спротивното да се случува. Qëndrimi 4. Diaspora shqiptare për Maqedoninë dhe rinia shqiptare mbështes çdo protestë të shqiptarëve për drejtësinë në Maqedoni. Sidomos kur zaktuesit e shtetit kanë harruar se kanë detyrime ndërkombëtare për të garantuar liri të drejtat e secilit individ, edhe kur ai nuk është pjesë e asnjë partie. Mirpo, protestat tona lidhen me statusin e shqiptarëve në Maqedoni.
për mos realizimin e marrëveshjes e Ohrit, për mos zgjidhjen e statusit të ish pjesëtarëve të UÇK-s dhe për shkaqe partijake për bllokimin e procesit integrues në NATO dhe BE. Protestat tona në diasporë dhe brenda në Maqedoni kanë pikë synim ndryshimin e sistemit, aty ku shkelen të drejtat tona edhe si individ, por edhe si shoqëri e kombë. Четвърто, став. Албанската младина и албанската диаспора ги поддржува во секој протест правдата на албанците во Македонија. Особено кога скватерите на државата заборават дека тие имат меѓународни обврски да се гарантираат слободите и правата на секој поединец граѓанин, дури и кога тој поединец не е учесник од било која партиска страна. Но нашите протести се поврзуваат со статусот на албанците во Македонија, за неисполнувањето на Охридскиот рамковен договор. Бараме не успео да се реши и статусот на поранешните членови на ОВК, УÇК. Бараме да се реши еднаш за секогаш. Сето ова не е решено за партиски причини и резултира со блокирање во процесот на интеграциите во НАТО и Европската Унија. Нашите протести во диаспората и во Македонија се фокусирани на менување на режим системот, каде што нашите права се прекршени дури и како поединец, но и како општество, како нација. Në 5. Protestat kanë filluar si rezultat i vendimit të gjykatës për dënimin me burg të përjetshëm të 6 shqiptarëve, që dënimi i tyre u dha para 2 viteve kur u shpall fajtor nga Ministria e Punëve të Brendshme Zonja Jankullovska. Por kjo ka qenë vetëm kupe fundit e problemeve të akumulluara për 24 vjet në Maqedoni. Në burgjet e Maqedonisë ka më shumë shqiptarë të pafajshëm, dënimet i kanë drakonike, ka edhe shumë pjesëtarë të konfliktit të vitit 2001, të cilët kanë ra në kurtha të minuara prej agenturave partijake për të eliminuar kundërshtarët politik brenda llojit. Sikurse ka shumë individ të dënuar me gjova të ndryshme për shkak të disiplinimit të tyre përballë regjimit. Nuk duam shtet partijak me sistem unitarist. Full stop. Пет. Протестите започна како резултат на одлуката на судот за доживотна казна затвор на 6 албанци, дека нивната казна беше доделена пред 2 години, кога тие беа прогласени за виновници од страна на Министерството за внатрешни работи, од министерката Јанкуловска. Испливаа проблемите акумулирани за 24 години во Македонија. Во македонските затвори постојат и се помногу бројни затвореници кои се осудени невини само заради тоа што се албанци и одржуваат драконски казни. Постојат многу членови на конфликтот од 2001 година, кои паднаа во минските полиња на разновачките партиски служби и кои се до денес уште ги одржуваат своите казни, и сето ова е масло и намера на партијата на власт за да ги елиминира политичките противници во рамките на видовите, како што постојат голем број на поединици осудени со разни казни кои се должат на нивната дисциплина во режимот. Односно режимот те воспитува и те дисциплинира. Не сакаме партиска држава со унитаристички систем. Full stop. 6. Sistemi gjyqësor në Maqedoni është një nga sistemet më të korruptuara në Evropë. Asnjë formë demokratike nuk e ka prekur sistemin e gjyqësorit prej pavarësimit të Maqedonisë. Shumë procese gjyqësore në fund kanë rezultuar si të montuara, si rasti pakistanesve, rasti Sopotit, rasti Protecit, ekzekutimi pa gjyq i Harun Aliut, prandaj me të drejtë pyesim për rastin Mostra. Ku është transparenca dhe ku janë provat dhe ekspertizat, për të cilat kanë paralajmëruar edhe të huaj. Sudskiot sistem во Македонија
е една от най-корумпираните во Европа. Ниту еднаш демократските реформи не влија на судскиот систем на Република Македонија од 1991 година, со независност не се покажа капацитет за решавањето на многобројните проблеми, тука се покажа спротивното. Многу случаи резултира како монтирани. Случај на пакистанците, случајот на Сопот, случајот Бродец, извршување, екзекутирање, без судење на Харун Алију. Па затоа со право прашуваме за случајот Монструм, каде се доказите, експертизите, транспарентноста на кој што повикуваат странците, меѓународните кои предупредуваат. Në shtatë, protestat e pakënaqësisë shqiptarëve në Maqedoni janë legjitime dhe e drejta jonë është të protestojmë kur besojmë se duhet të ndryshohet sistemi. Të zamencohet me një tjetër më të mirë. Patjetër protestat e shqiptarëve duhet të tregojnë botës se shqiptarët janë viktime e regjimit unitarist të partive maqedonase DSDM dhe VMRO prej pavarësimit të Maqedonisë, përkundër orientimit të shqiptarëve pro NATO dhe BE. Maqedonia si shtet, nga këto dy qendra shihet si shtet multietnik, por për 24 vjet rresht ka zhvilluar një sistem unitar në favor të elitave maqedonase, kurse për këtë ka kontribuar më së shumti Ali Ahmeti që nuk realizoi marrëveshjen e Ohrit në vitin 2004. Kurse sot politika bllokuese e regjimit Gruevski Ahmeti, që nuk ka gatishmëri të ndërtojë sistemin multietnik, të zgjidhë çështjen e emrit, s'ka dyshim se diskriminimi i shqiptarëve po bëhet boshti të gjitha problemeve dhe shumë i padurueshëm, që çdo zgjidhje të menjëhershme ose me dialog të sinqert pasi na nxeh një djerë, ose me ndërmesimin e faktorit ndërkombëtar. 7. Незадоволство резултира со протести од страна на албанците во Македонија. Тие се легитимни и имаат право на протест. Протестот е наше уставно право, кога ние веруваме дека системот треба да се менува, да се замени со друг подобар. Дефинитивно албанците во протестите покажуваат и пренесуваат порака дека се жртви на унитаристскиот режим. Светот гледа дека тие се дискриминирани, дека владе национализмот, дека албанскиот народ е жртва на македонските партии СДСМ и ВМРО од независноста на Македонија 1991, па се до денес и уште потрагично е дека ова игра која нема правила уште продолжува да се игра и покрај тоа што албанците се про-НАТО ориентација и Европска Унија. Македонија како држава на овие два центри се гледа како мултиетничка држава, но за 24 последни години разви унитарен систем во корист на македонските елити и заради се ова најголем придонес ни донесе Али Ахмети и тоа со рамковниот Охридски договор што требаше да се реализира во 2004 година. Се разбира за денес да постои режимот и блокирањето на политиката, највиновните се Груевски Ахмети, кои боледуваат од метална болест и го направи овој режим кој е затвор за граѓаните на Република Македонија, кој не е подготвен да се изгради мултиетничка држава, да се реши и прашањето за името, не постои сомнеш дека дискриминацијата на албанците станува оска на сите проблеми и со многу нетрпливост дека идно треба да се најде решение или диалог искрен, затоа што нас не грее истото сонце или се посредство на меѓународната заедница. 9. Problemi në Maqedoni është politik, buron nga kushtetuta. Sistemi politik i shtetit unitar nuk është kompatibil me realitetin etnik të shqiptarëve të Maqedonisë. Prandaj, duhet zgjidhje urgjente politike mes dy komuniteteve më të mëdha në këtë vend. Mungesa e deritanishme e vullnetit politik të partive DSDM dhe VMRO për të ndërtuar një shtet multietnik ka marginalizuar kërkesat e shqiptarëve, duke u mohuar ndjenjen e sovranitetit në trojet e tyre etnike. Prandaj, protestat paqësore janë forma më e mirë për të shprehur revoltën në kushtet dhe rrethonat e demokracisë së zaptuar nga qeveria Gruevski Ahmeti. Nuk guxojmë të lejojmë që protestat tona të udhëhiqen nga persona të paidentifikuar. Ne maska
persona që tregohen se janë të dhunshëm në protestë. Në asnjë mënyrë nuk guxojmë të lejojmë persona të frustruar, rryma fetare, elemente të radikalizmit islamik, persona me probleme të ndryshme të natyrës kriminale, të shkatrojnë revoltën e pastër të rinisë shqiptare që ka filluar në Shkup. Këto pika besojmë se duhet të na nxisin, të na ofrojnë qëndrimet tona, të jemi bashkë, sidomos ata që kanë pasur qëndrime të sinqerta në zgjedhjet e fundit. Lëvizja jonë ka përcjellur me vëmendje situatën parazgjedhore, sidomos qëndrimet opozitarëve të individëve dhe intelektualëve, por edhe të grupeve të rinisë shqiptare. Prandaj, pranojmë qëndrimet e opozitare të secilit intelektual, veprimtarë të çështjes shqiptare, studentëve, shoqatave dhe grupeve që veprojnë në një kohë të gjatë për zgjedhjen e statutit të shqiptarëve në Maqedoni, të cilët janë dëshmuar se duan ndryshime dhe duan të kundërshtojnë sistemin unitar të shtetit të Maqedonisë. Dhe të këqia që ja ka sjellur politika integriste pas vitit 2001, jo vetëm për shqiptarët, por edhe për slavo-macedonat dhe grupet e tjera të vogla etnike, sepse nuk kemi mjete të lira të informimit. Jemi në ter informativ, mungojnë debatet e mirëfillta, prej ku vetëm personat e afërt me regjimin janë sajus të opinioneve, duke sulmuar vizionin shqiptar dhe duke fshehur diskriminimin perfid që u bëhet më së shumti shqiptare. Diaspora shqiptare për Maqedoni. Во Македонија, во Македонија проблемот е политички. Произлегува од уставот, унитарната држава. Политичкиот систем не е компатибилен со реалноста на етничките албанци во Македонија. Затоа треба итно политичко решение меѓу двете најголеми заедници во оваа земја. Недостатокот на политичката волја прикажана од страна на СДСМ и ВМРО дека немат капацитет да изградат една мултиетничка држава, ги има трансформирано маргинализираните барање на албанците и негирање на смислата на суверенитетот во нивните татковини. Мирни протести се најдобар начин да го изразат револтот на условите и демократија која што е окупирана од владата на Ахмет и Груевски. Не смееме да дозволиме нашите протести да се предводени од неидентификувани лица, маски и заради се овие игри најголема сметка плаќа народот, само зашто на секој политичар му текнало да си ја тера играта со болен менталитет. Луѓето се принудени да протестираат. Покажуваме на тоа дека во никој случај не смееме да им овозможиме на луѓето фрустрирани со верски елементи на исламски радикализам, лица со разни криминални природа, да го уништат чистиот револт на албанската младина кој започна во Скопје. Сето овие 8 точки се верува дека се пренесува порака дека албанците се жртви на унитарниот режим и не мотивира за да ги понудиме нашите мислења заедно, особено оние кои имат искрен став на изборите.